Ushtarët letonezë në komandën rajonale të lindjes kanë kryer një patrullim rutinor në veri të Kosovës për të garantuar lirinë e lëvizjes dhe sigurinë e përgjithshme. Më tutje thuhet se këto janë pjesë e misionit të përditshëm të KFOR-it për të garantuar një mjedis të sigurt për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të nënshkruar në vitin 1999 për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë, por edhe për lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. KFOR-i gjithashtu punon në koordinim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe misionin e Bashkimit Evropian për sfundimin e ligjit në Kosovë EULEX në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë, nënvizoa dhe njoftim.